Një operacion kontrolli i imtësishëm është kryer në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, ku kohët e fundit janë transferuar emra të njohur të botës së krimit dhe është një nga burgjet më të populluara në Shqipëri. Sipas burimeve jo zyrtare, ndërhyrja ka nisur që në orët e para të mëngjesit, me urdhër të drejtorit përgjithshëm të burgjeve. Forcat speciale të DAP, të mbështetura nga 20 automjetet e forcave operacionale, kanë zbarkuar në ambientet e institucionit duke ushtruar kontrollet e imtësishme në çdo qeli, sektor dhe hapësirë të brendshme të burgut. Deri në këtë moment nuk ka një reagim zyrtar mbi rezultatet e kontrollit në burgun e Peqinit, ndërsa mbetet për tu parë nëse operacioni do të çojë në zbulime konkrete apo masa disiplinore ndaj të dënuarve apo stafit. Ky kontroll masiv vjen në një kohë kur siguria në burgje mbetet një nga sfidat kryesore, duke shtuar nevojën për kontrolle të shpeshta dhe masa më të forta parandaluese.